Pejgamberi Ejub a.s. Historia një pejgamberi në heshtje e durim. Në një tokë të begat, larg zhurmës së qyteteve dhe ngatresave të botës, jetonte një burr i drejtë, i butë në fjalë dhe i palëkundur në besim. Ai quhej Ejub. Pas ardhes së Ishakut, birit të Ibrahimit, ai ishte trashëgimtari një linje pejgamberësh që mbanin mbi supë barrën e dritës dhe udhëzimit. Jeta e tij nisi në mirësi dhe begati. Allahu i kishte dhuruar tokë të gjerë, bagti të shumta, shërbëtor të ndershëm dhe një familje të madhe që zbukuronte ditët e tij. Njerëzit e donin Ejubin a.s. jo vetëm për pasurinë dhe fisnikërinë e tij, por më shumë për zemrën e tij të pastë. Ai kujdesej për jetimet, ushqente të varfrit dhe nuk kalonte kurrë pranë ndonjë nevojtari pa u ndaluar që t'i ndihmon. Në çdo sukses që përjetonte, ai falenderonte Zotin. Në çdo begati që shijonte, ai përmendte emrin e tij. Ishte njeri që nuk e gëzonte vetëm pasuria, por afërsia me Krijuesin. Për sprovat, siç i godasin edhe me të dashurit e Allahut, nuk e lanë pa e trokitur në derë edhe pejgamberin Ejub. Në kulmin e jetës, kur çdo gjë dukej e qëndrueshme dhe e bukur, filluan të bien mbi të sprovat si davlet që përplasen pa mëshirë mbi një breg të qetë. Fillimisht humbi tufat e tij, një stuhi shkatroi bagtit dhe tokat, me pas shtëpinë e fëmijëve të tij urrëzuar nga një tërmet i madh, duke i marrë jetën bijve dhe bijave që ai kishte rritur me dashuri. Rënditja e zemrës ishte aq e madhe, saqë çdo njeri tjetër do të kishte rënë në dëshpërim. Por Ejubi nuk tha gjë, përveç se ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ra në sejdë dhe falenderoi Zotin për ato vite që kishte kaluar me fëmijët e tij. Nuk e akuzoi Zotin, nuk u bë mosmirnjës, nuk u ankua, nuk bërtiti, nuk u lëriti. Vetëm lotët rridhin heshtur nga sytë e tij, ndërsa gjuha i përmendte emrin Allahut. Sprovat nuk përfunduan aty. Trupi i tij filloi të dështoi. Një smundje misterioze përfshiu ngadalë, duke detyruar ta braktiste krevatin e jetës dhe të shtrihej në një qoshe i semur dhe i pafuqishëm. Lëkura ju plagos, muskujt ju dëpsuan, zëri ju mek, por zemra vazhdonte të rrihte me të njëjtin ritëm dashurie për Krijuesin. E shoqja një grua besnike dhe fisnike qëndroi pranë tij në çdo moment. Ajo punonte për të fituar bukën e gojës dhe për ta ushqyer burrin e saj të sëmur. Ajo pastronte plagët e tij, ndërsa ai falenderonte Zotin që kishte një shok të tillë jetë. Kaluan vite, sëmundja nuk u shoi. Trupi i tij u tha, lëkura ju përshkruan nga plagë dhe miqtë e dikurshëm filluan të largoheshin. Disa menduan se ishte i mallkuar. Të tjerët thanë se Allahu e kishte braktisur, por Ejubi e dinte të vërtetën. Sprova është dhuratë për ata që Allahu i do. Ai nuk u ligështua. Çdo mëngjes në frymën e lodhur të trupit të tij të sëmur, ai e përmendte Zotin me buzëqeshje të qetë. Netët i kalonte në lutje të heshtura, nuk kërkonte shërim as ndihmë, vetëm praninë e Allahut në zemrën e tij. Sprova arriti kulmin dhe gruaja e tij filloi të shiste çdo gjë që posedonin. Kur ajo një ditë nuk gjete as bukë për të sjellë në shtëpi, ai me zë të udhë me sytë e ulur nga turpi i drejtoi një lutje Krijuesit të tij. Ai nuk tha shumë, nuk kërkoi mëshirë me detyrim, por me përullësi tha: "Mua më ka goditur e keqja, e ti je mëshiruesi më i madh." Atë natë qielli nuk heshti, Allahu ju përgjigj menjëherë. Ai tha: "Godite tokën me këmbën tënde." Ejubi zgjati këmbën dhe e përplasi në tokë. Papritur nga ai vend lindi një burim i freskët. Uji që rrethte ishte shërim për trupin dhe shpirtin. Ai u la, piu dhe me çdo pikë që rriste mbi trupin e tij, sëmundja largohej. Lëkura u pastrua, muskujt u kthyen, fytyra u ndriçua si më parë. Kur u ngrit nga vendi i tij, ai ishte sërish ai burri fort, por më i urtë, më i thellë, më i afërt me Zotin se kurrë më parë. Allahu nuk i dha vetëm shërim, por i ktheu të gjitha pagatitë, tokat, pasurinë, por më e rëndësishme, ai i dha edhe më shumë fëmijë. Familja ju shtua, zemra e zgjerua, dhe shtëpia u mbush me zëra fëmijësh që qeshnin dhe thërrisnin baban e tyre. Ejubi nuk harroi asnjëherë. Ai nuk jetoi për të shijuar pasuritë e tij, por për të falendëruar Allahun çdo ditë. Ai shëtiste në përfshatra për të treguar se sprova nuk është mallkim, por një dhuratë. Ai mësonte njerëzit se durimi është grada më e lartë që njeriu mund të arrijë. Ai nuk i mbante pasuritë për vete, por ndante me të varfrit, jetimet dhe udhëtarët. Një ditë e shoqja e pyeti: "A do të mbash premtimet që bëre kur ishe i sëmur?" Ai qeshi dhe tha: "Po, edhe ato që i harrova unë, i kujtoj Allah." Kur vitet kaluan dhe koha e tij në këtë botë drejt fundit, Ejubi ushtri sërish, por këtë herë me trup të shëndosh dhe zemër të qetë. Ai ngriti duar dhe falenderoi Allahun për çdo moment, për çdo vështirësi, për çdo dhimbje që i kishte shndruar në afërsi. Ai mbylli syt duke përmendur Allahun, i bindur se rruga që e priste ishte dritë, sepse kishte duruar për hir të tij. Ejubi alayhis salam u largua nga kjo botë me nder dhe lavdi. Emri i tij u shkrua në Kur'an si shembull për të gjithë ata që sprovohen. Ai nuk la
pas pasuri, por një trashëgimi që jeton në zemrat e besimtarëve, se Allahu nuk harron askën që e kujton atë me durim. Historia e tij vazhdon të tregojë se edhe në rrësirën më të thellë, nëse zemra është me Zotin, shpresa nuk shuhet kurrë.